Përshëndetje të gjithëve, uroj që të jeni mirë se vini në këtë episod të podcastit Gjithçka fillon nga ti. Sot kemi të ftuar një djalë shumë të veçantë. Është i veçantë për mënyrën se si ka zgjedhur ta jetojë jetën e vet. Është Flavio, i cili nga një djalë i zakonshëm që ka bërë atë punë në 9 me 5, po do e lejoj më tepër të flasi vetë ai për eksperiencën e tij. Jo vetëm në aspektin e karrierës, por mënyrën e jetesës, stilin e jetesës, dhe nga një djalë i thjeshtë është kthyer në një nga blogerët dhe influencerat më të klikuar dhe më të rëndësishëm në tregun shqiptar në lidhje me ushqimin. Pra ndryshe nga gjërat e tjera që kemi parë, është një djalë që i pëlqen ushqimi, që gatuan shumë mirë ushqimin dhe që ndan energji shumë pozitive me ndjekësat e tij në rrjetet sociale. Prandaj pa humbur kohë, unë dëshiroj që të ftojmë Flavion dhe të ndaj rrugtimin e tij frymëzues dhe transformues me të gjithë ju. Në thelbi është që gjithçka vërtet fillon nga ne, dhe duke sjell shembuj të tjerë transformimi përveç vetes sime, e di që do ju jap mundësinë të gjithë njerëzve që rrin ndoshta të strukur në pasiguritë e tyre, do ju jap mundësinë që të ndihen gati më në fund dhe të hedhin hapat për të ndryshuar jetën e tyre për mirë. Vazhdojmë me podcastin dhe do ju lutesh atë gjithëve që ta ndani këtë podcast me njerëzit që ju njihni, sidomos gjinia mashkullore, sepse ka shumë të rëndësishme meshkujt shqiptar të dalin nga guaska, të dalin nga ato shtresat e traumave, të dalin nga ato shtresat e pasigurive dhe të bindjeve të paradigmave jo të shëndetshëm. Bëj subscribe për më shumë video dhe postime në vazhdim dhe mund të komentosh një zemër në shenjë suporti në rast se ti do e ndihesh këtë bisedë me Flavion. Vazhdojmë pa humbur kohë. Flavio, përshëndetje. Hello. Si të Mirë kam, si je? gjësi. Atëhere Flavio, mirë se erdhe për herë të parë në podcastin Gjithçka Mirë fillon se nga ti. gjeta. Është shumë kënaqësi e Shumë veçantë, kënaqësi t'jam këtu. sepse siç po thoja në fillim para se të fillonin podcastin, që unë të ndjek në rrjetet sociale dhe më jep një energji shumë pozitive, sepse ne kemi nevojë për shembuj pozitiv, por doja që këtë Gjithashtu, pozitivitet japi mundësinë të gjithë gjithashtu dhe. shqiptarëve, të gjithë ata që të paktën që më ndjekin mua, audienca ime, të njihen me ty dhe me energjinë tënde. Po, Flavio, po, do t'i bësh po, një prezantim faleminderit shumë. shkurtimisht vetes, se ndoshta nuk të njohin të gjithë. Po, patjetër. Patjetër. Unë jam Flavio, ose Flavokado, si që më njohin të gjithë. Avokado, Flavokado, do më thënë, si ti përmbar më thrasi, nuk është problem. Kam një blog, le të themi, prej 8 vitesh, ku postoj receta gatimi, pak pjesë nga jeta ime, nga marrëdhënia që unë kam me familjen time, me prindërit e mi. Mundohem, ajo që the ti, do më thënë që t'jap një shembull pozitiv, do më thënë t'jap mesazhe pozitive dhe jo thjesht të ndaj ato recetat që në një farë mënyrë janë bërë pjesë edhe e punës time. Uh, është puna ime full time, nuk e kam thënë këtë deri tani, po që mendoj që është gota. Le ta promovojmë, do më thënë që ti je një content creator, mund të jetë një punë full time dhe mund të bëhet shumë mirë dhe në Shqipëri. Patjetër. Në fakt, content creator të gjithë në fillim e kanë quajtur si diçka për të kaluar kohën, por edhe prej 6 vitesh është bërë edhe puna ime, pra është tamam punë full time. Dhe për ta bërë një Po, djalë shqiptar po, normalisht që ka ato sfidat e veta, por nga një djalë i zakonshëm që bën atë punën me normale, vërtet. ndoshta 8 me 4, 9 me 5. Ti kur e kuptove që të jesh një content creator dhe specifikisht për një nish siç është ushqimi, që për meshkujt nuk është shumë e zakonshme, Ushqimi. kur e kuptove që ishte Me pasion vërtet, i shumë yt? e vërtet. Unë e kuptova para një viti, dhe me thënë, si kjo periudhë para një viti, unë isha në një punë full time, po kaloja le të themi një fazë pak a shumë burnouti, sepse mundohesha të menaxhoja dhe punën full time, por njëkohësisht edhe fashin time ku patjetër kisha punë, kisha bashkëpunime, duhet postoja, dhe ishte një moment jo shumë i mirë, le të themi nga ana mendore dhe emocionale për mua. Dhe thash, ok, unë nuk jam shumë person që bëj iniciativa me të drejtën, do të thënë kam këtë të keqen, thonjza. Dhe thash, ok, unë do e marr rrezikun, do të thënë të shkoj ku të shkoj, unë dua që të jem i qetë, dua të jetoj jetën time me qetësi pranë familjes time, do merrem vetëm me këtë punë, duke qenë se është dhe fleksibël. Dhe kuptova që është një punë e paguar mirë, nëse ti sigurisht punon, dhe përkushtohesh. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër, domethënë në këto 8 vite vetmja gjë që un kam kuptuar është që po nuk patë konsistencën, përkushtimin në punë nuk ka për të funksionuar kurrë. E vërtet.
E vërtet. Do me thënë ti bëre atë bisedën me veten në brendësinë tënde, u përballe me ato pasiguritë tua dhe e kuptove që duhet hidhje hapin. Pra nuk është se ishe gati apo u ndjeve gati, se Po, ka shumë njerëz që na ndjekin nuk dhe isha ndoshta kanë gati. krijuar iluzionin që ne ndihemi gati kur guxojmë, por asnjëherë nuk do ndihemi gati, Jo, ç'është e vërteta. jo. Mora një fletore, një stilolap, dhe fillova që të shkruaja domethënë këto gjërat pozitive dhe negative që po ndija në ato momente, rreth asaj pune që unë po bëja. Dhe dola në përfundimin, paraprakisht pyeta ndjekësit e mi në Instagram, i thash si ta zgjidh unë këtë ngërçin që kam domethënë. Dhe shumë njerëz po më sugjeronin, merr një fletore, shkruaj gjitha gjërat, sikur i ken kokë ndoshta ngatrohesh edhe nuk është shumë e qartë. I shkruajta dhe dola në përfundimin që shiko, duhet ta provoj një herë. Nuk isha absolutisht gati, kam patjetër shumë përgjegjësi, fatura për të paguar, një familje, babin, vllajin, domethënë. Por që funksionoi, domethënë jam shumë i lumtur që arrita në këtë rezultatin që ndonjëherë kur e fokuson energjinë tënde në ato gjërat që ti vërtet do, ja që funksionon. Tani shiko, funksionoi dhe unë jam shumë e lumtur sepse gjithmonë funksionon në fakt, po jam e lumtur specifikisht për ty sepse e kam parë fatkeqësisht nëpër komente ndonjëherë që nuk merr gjithmonë atë mirënjohjen nga njerëzit apo atë dashurinë që ti meriton apo të gjithë ne meritojmë. Rrjetet sociale të sjellin këtë mundësinë që vërtet Po, paguhesh më po, mirë po, sepse është kjo mënyra e jetesës që është e ardhmja, edhe do duhet deri diku të mësohemi dhe ta po. do duhet ta pranojmë edhe ne që jemi pak më skeptik ndonjëherë, por bashkë me famën le ta quaj me atë njohjen sepse njerëzit ndoshta të ndalojnë dhe në rrugë të përshëndesin se të njohin se kush je. Vjen Po, edhe ai e vërtet. bullizimi online fatkeqësisht. Ti e ke vuajtur këtë gjë, e ke përjetuar dhe Mhm. si ke reaguar, si po e Po. menaxhon dhe sot e kësaj dite. Gjithmonë me thënë të drejtën, TikToku është pak më agresiv, duke qenë se ka një audiencë më të gjerë dhe është më i përdorur, dhe një audiencë pak më të re në moshë që ende ndoshta nuk janë pjekur dhe nuk din se si sillen me njerëzit e tjerë apo me njerëzit publik, siç mund të jemi ne. Uh, Nuk ka qenë e lehtë, po me thënë të drejtën kam punuar me veten që ta asimiloj në një farë mënyrë dhe mos ta marr shumë afër zemrës, veçanërisht kur vjen nga, le të themi, persona që mund të jenë të mitur, persona që ndoshta nuk kanë një formim dhe është mirë, persona profile, domethënë rrjetesh sociale që nuk kanë asnjë emër, asnjë mbiemër, asnjë fytyrë, dhe unë nuk kam pse të prekem nga një profil që nuk është askush në fund ditës, përderisa nuk ka as identitetin e tij aty. Kështu që kam punuar me vete duke i thënë vetes që shiko, ti bëj punën tënde, domethënë ti ke pafund njerëz që të shkruajnë mesazhe aq të gjata, domethënë për të falendëruar, për të vlerësuar. Fokusohu te kjo gjë dhe mos u fokuso te ato 5 komente, 10 komente që mund të jenë negative. Dhe kështu kam munduar të gjej atë balancën, domethënë që të shikoj gjithmonë anën pozitive. E, vë- e, Jo e, gjithmonë është e lehtë, patjetër, ka momente që prekemi. Patjetër, e vërtet. Po që jam munduar domethënë të krijoj këtë balancën. Shiko, ti je shumë, ke këtë qasjen pak më të butë që i analizon gjërat, ndërsa unë kam këtë qasjen pak më të ashpër, Shumë, sepse, shumë të butë. jo, unë jam e ashpër me komentet negative, në fillim isha, dhe me thënë, e bëja të bisedën me veten, sepse unë kam marrë shumë urrejtje nga që unë u shfaqja fillimisht për anë këtij shëndetin mendor dhe ka qenë dhe vazhdon të jetë çështje tabu, nuk guxojnë ta flasin hapur, sepse kanë ato E vërtet, komplekset. e Dhe vërtet. unë e tregova që e Vazhdon. kisha kaluar këtë gjendje dhe më bullizonin shumë online. Më bullizonin dhe unë kisha këtë mënyrën time më të ashpër të përballimit të bullizimit, duke i bullizuar mbrapa në Mhm. fillim. Dhe e kuptova që kjo gjë më merrte E, shumë energji dhe hoqa dorë dhe fillova dhe unë me këtë shumë, mënyrën shumë, analitike të gjës. Kështu që paqe, e thjesht vërtet. peace, paqe me të gjithë, dhe ata që na duan dhe ata që nuk na Shumë e duan. vërtet. Kështu që Unë postoj tani në story, më vjen dhe një koment kështu negativ, në thonjë sa që mund tjetë edhe si fani, edhe e postoj në story thjesht jo për ta bërë shembull, se nuk e postoj as identitetin e personit, po e postoj thjesht për të treguar domethënë që ja se me çfarë mund të përballemi, domethënë ne që e kemi jetën publike, kemi edhe kështu lloj ngërçesh në punën tonë, po që i kaloj me të qeshur, me sportivitet, normale. domethënë se nuk ja vlen të harxhosh aq shumë energji.
Në personin që ti je sot, në djalin që ti je sot, në njeriun që ti je sot, sa ndikim kanë pasur prindrit e tu? Tani do bëj ca pyetje emocionale sepse duhet të gjithë ata që na ndjekin ta kuptojnë që edhe pas një buzëqeshje ose një influenceri që buzëqesh, apo një djali apo një vajzë në rrjetet sociale që zgjedh të dalë i buzëqeshur, nuk do të thotë që ne kemi jetën fush me lule, apo nuk do të thotë që ne s'kemi vuajtur ndonjëherë në jetë. Absolutisht. Kështu që si ka qenë ajo pjesa e Absolutisht. fëmijërisë, si e kujton ti fëmijërinë, jetën tënde, sa ka Ë, ndikuar në njeriu që ti je me sot? thënë të drejtën, po, me thënë të drejtën unë kam qenë një fëmijë jashtëzakonisht shumë i mbar, domethënë edhe kjo besoj kuptohet, nuk është se duket që unë kam qenë një mbrapsht ose diçka. Kam qenë shumë i mbar, studioj jashtëzakonisht shumë. Pavarësisht se sot, domethënë kur unë i them njerëzve që sa kam studiuar, sa kam mësuar mbi libra, edhe kur vjen puna tani bëj thjesht gjell në Instagram, më vjen edhe për të qeshur me veten, po që unë në një farë mënyrë e gjeta këtë rrugën, nuk është se domethënë e bëra me zor ose domethënë e detyrova që të vinte tek mua, ishte një gjë që ka ardhur shumë natyrshëm. Prindërit e mi janë fatmirësisht domethënë të dy shumë njerëz të mirë, jo se janë prindërit e mi, po që këtë e thonë edhe persona të tjerë përreth jetës tonë. Kanë ndihmuar patjetër shumë që unë të kem këto lloj qasje pozitive, domethënë të mundohem domethënë të shikoj gjithmonë këtë anën pozitive. E vetmja gjë që gjithmonë e kam thënë, domethënë mendoja se në një moment nuk do i pajsoja më, po që mendoj se akoma vazhdon të ndikojë tek mua fakti që nuk kanë qenë shumë sipërmarrës, në sensin që nuk kanë marrë përsipër shumë iniciativa të reja, shumë nisma, ku diun ndoshta një biznes të vogël në shtetin ku ne jetonim. Dhe mendoj që në një farë mënyrë kjo edhe ka ndikuar tek mua që të kem këtë mungesën që thashë më përpara të iniciativës, edhe që të stepen, domethënë para se të bëj një hap, që unë mund ta kem ndoshta mund të kem potencialin për ta bërë shumë mirë atë gjën, po më mungon ajo iniciativa që ndoshta nuk e kam parë si shembull tek prindërit e mi, dhe edhe sot e trashëgoj në një farë mënyrë atë stepjen që kam gjithkohës. Gjithmonë kam guxuar, nuk është se nuk kam guxuar, domethënë kam lënë punë, kam filluar punë të reja, kam bërë patjetër shumë gjëra, E di, po e që di ndoshta çfarë mund po, kisha bërë edhe më e shumë. di çfarë po reflektoja ndjes që të ndërpres. E di pse ata Mos nuk e vërtet. kanë qenë njerëzit që ti do doje që të ishin në rastin konkret, sepse ti nuk do ishe ky që je sot Mhm. nëse ata do ishin njerëz që e merrnin iniciativën. Pra, nëse ata do ishin njerëzit që ti do doje të ishin, Po, ti ndoshta do i kishe gjërat gati, por ne nuk rritemi kur i kemi gjërat gati. I marrim të mirëqëna. e Pra, vërtet, e deri vërtet diku të kanë shumë. ndihmuar në mënyrë të pavetdijshme, të kanë bërë nder që ti të jesh ky njeri që je sot, sepse dhe unë i kam fajsuar shumë prindrit e mi. I kam fajsuar për mënyrën se si unë jam bërë pak më e ashpër ndaj jetës, edhe jam rritur para kohe, jam kujdes për vllajin, Mm, dhe deri vonë e kuptova që nëse unë nuk do rritesha në atë lloj mënyre, nuk do isha kaq e fortë tani që ti dal ball jetës edhe sfidave që e kam me vërtet, fëmijën tim. Dhe e normalisht vërtet. prindrit na bëjnë nder në mënyrë të pavetdijshme, na rrisin, na ndihmojnë. Kjo ka ndodhur dhe me ty. Ata e kanë lënë bosh Po, këtë hedhjen e hapit, se tani po bëj e ktheva në terapi, dola në profesionin tim, nuk është ky qëllimi, jo, jo, është po vërtet, reflektoja duke të është parë ty vërtet se shumë. si po e, po e hap zemrën duke folë për prindrit me gjithë këtë dashuri dhe mirënjohje ndaj tyre dhe duke reflektuar pa gjykim ndaj tyre, e kuptova që ky ka qenë qëllimi për Po, ty. Të ngele kjo hapësira që ti të arrisje veten. Dhe je djali që je sot. po, jo, është e vërtet shumë. Është shumë e vërtet. Edhe unë domethënë është një taj gjë, jam kujdesur për vllajin, duke qenë se kemi jetuar bashkë një farë periudhe në Tiranë, larg prindërve. Në një farë mënyrë u bëra si prindja e tij, domethënë edhe kjo patjetër ndoshta mua më ka lodhur distinkt në një farë mënyrë, se ka qenë diçka ekstra në jetën time, në moshën që unë kam qenë, po që besoj se më ka formësuar dhe domethënë më ka dhënë disa aftësi ekstra për kujdesin ndaj njerëzve të Patjetër, tjerë, kështu që patjetër. është e vërtet. Thjesht kjo ka një farë, shiko, ka dhe ata aspektin që duhet kemi kujdes ndonjëherë se kur mësohemi gjithmonë të kujdesemi për të tjerët, sidomos kur je fëmia i madh, harron veten, do me thënë e bën prioritet Po, çdo njeri tjetër, çdo gjë tjetër po, aty është po, përveç vetes. Dhe e ke harruar ndonjëherë veten? e vërtet. E ke lënë pas dore ndonjëherë veten? Po, po ka ndodhur patjetër. Domethënë mendoj se çdo kujt i ndodh në momente të caktuara, ndoshta kur kemi shumë ngarkesë nga faktorët e jashtëm,
Dhe për një moment harrojmë që na duhet ajo hapësira për veten, na duhet të kujdesemi edhe për atë qenien tonë, domethënë gjitha aspektet, gjitha dimensionet. Më ka ndodhur kryesisht duke qenë se unë jam person që i përkushtohem shumë punës, edhe më ka ndodhur në rastet kur kam vënë prioritet për shembull punën ose personat e tjerë, dhe kam harruar pastaj që shiko se në fund të ditës unë duhet bëj edhe disa gjëra për veten time, që i kam në atë listën time. Dhe kam bërë një hap pastaj dhe kam thënë hap mbrapa dhe kam thënë shiko, deri këtu është kufiri, po më është dashur patjetër që unë ta përjetoj një herë atë dhimbjen, le të themi, ose humbjen e kujdesit ndaj vetes, që pastaj ta rifitoj prapë, domethënë duke reflektuar, duke punuar. Mendoj se të gjithëve i ndodh, është e paevitueshme në momente të caktuara, në kohën që ne jetojmë, që është kaq kaotike, kaq e shpejtë, kështu që Po, po ata persona që na ndjekin në këto momente që ndoshta e kanë harruar plotësisht veten, që ndoshta ndihen një ngërç emocional, ndihen të bllokuar, po, siç ndihesh ti atë periudhë para se ta merrje fletoren që ti shkruaje gjërat që ishe shumë i po, mbingarkuar. Ti si e te i kalon ve atë bllokim të brendshëm dhe çfarë këshilla mund t'ju japësh sidomos djemve, sepse unë i kam djemt shqiptar i kam shumë merak, e di pse ja ta shpjegoj. E para punës kam vlla vet. patjetër, E dyta e punës shikoj bashkëshortin dhe djemt shqiptar janë pak të tërhequr në vetvete. I trajnojnë që të vegjël që mos të qajnë, mos të shprehin emocionet, vetëm të ecin po, para të duken si të fortë, të shfaqen si të fortë, po. por në të vërtet kanë dhe ata brishtësinë e tyre. Kështu që sidomos për djemt, çfarë këshilla mund t'ju japësh? Unë domethënë kur folet e kjo pjesa e bullizimit ka qenë edhe kjo, duke qenë se unë kam qenë jashtëzakonisht shumë i hapur në rrjetet e mia sociale, patjetër aty nuk është e gjithë jeta ime, po është një pjesë e mirë e detajeve rreth jetës time. E kam shprehur shumë hapur, edhe ndoshta bërësin time, momentet e dobta, momentet kur kam dashur, ndoshta ku di unë edhe të qaj, edhe të nuk kam qarë në Instagram, po që e kam thënë që shiko Kam se për qarë X unë, arsye, kam qarë unë për nuk ka ty, asnjë kështu që problemi, nuk ka asnjë problemi, thjesht nuk e kam bërë si gjë. Po e kam shprehur hapur, që shiko se për X arsye ndihem kështu, domethënë kam qarë, jam ndier keq. Kam patur komente edhe për këtë pjesë, domethënë që pse duhet të jesh kështu, ti je djalë, ti je burr, ti je i fortë. Dhe nuk më vjen mirë sepse e para punës jemi njerëz, domethënë kemi të gjitha emocionet, edhe në djemtë edhe vajzat njësoj. Dhe domethënë do doja shumë që secili, nëse nuk mundet ndoshta me veten, të paktën të gjej mbështetjet e njerëzit që ka rreth vetes, të gjej atë grupin e vet të njerëzve, atë suportin emocional që ai ka mundësi t'i thojë dy fjalë më shumë. Jam shumë i sigurt që çdo kush që ne kemi rreth vetes që na do, do dojë të na ndihmojë, jo të gjithë, po një pjesë e mirë të dojë të na ndihmojë dhe të jetë afër nesh, dhe nëse shprehim qoftë edhe pak vlerësi, edhe pak momente të dobta që ne mund të kemi, nuk ka asnjë lloj problemi. Domethënë është gjëja më e mirë që mund t'i bëni vetes. Nëse nuk shkon tek një psikolog, tek një terapist, të paktën shko tek personat që ke afër vetes dhe shprehu me ta se si ndihesh. Mua kur më vjen shoqëria ime ose kur shkoj unë tek ata, ndoshta nuk jemi terapistët më të mirë të njëri tjetrit, po unë e ndjej që ata ma duan të mirën, domethënë duan të më këshillojnë për atë problemin që unë mund të kem. Dhe unë ndjej patjetër atë suportin, atë dashurinë që kanë dhe ndihem më mirë me veten. Domethënë kjo shiko, është gjëja e parë mendoj ti që mund të normal, bëjmë. ti normal që do kesh miq, se me ato tryeza që shtron ti aty në Instagram, ka pasur raste që them dua të shkoj dhe unë. Aq bukur sa i bën ato tryeza, E normal që do vërtet. kesh miq. Për te shakas, ti je Oh, ja. gjithmonë i qeshur dhe unë të shikoj gjithmonë të qeshur dhe në momentet që ti ke qenë i stresuar, kur të grisen pantallonat, kur të derdhet Po, kafja, i kam po. parë të gjitha Ah, ato. dhe mos i pyet. Dhe me thënë për mua ti e pozitiviteti Instagramit, se unë rrallë ndjek shqiptar Faleminderit në shumë. Instagram, sepse shumica Po, kanë po, akoma po. atë bllokimin e brendshëm. E shikoj që ti ke atë E diellin vërtet. brenda vetes dhe e ke lejuar që të ndriçoj dhe të kam Po, ndjekur në po, gjithë po, çka po. që bën. Por a ka Faleminderit. diçka që ti nuk e ke ndarë në Instagram, që të ka peshuar në zemër, diçka që e ke zauruar ti me veten tënde? Ka patur gjithmonë. Për shembull, nuk është se kam ndarë detaje rreth smundjes për shembull që ka babi im, ka një smundje kronike prej 15 vitesh. Nuk kam dashur ta ndaj si detaj sepse e para është diçka personale e atij.
Dhe nuk dua që njerëzit më shohin me atë syrin që ja sa gjunaf, po më bjen keq E për këtë kuptoj. persone, nuk dua të viktimizohem, domethënë nuk dua mëshirë për atë që unë bëj, unë dua vetëm support, mbështetje, pozitivitet, atë që unë i jap, atë dua që të marrë edhe mbrapsht dhe e kam marrë, që është e vërtetë, ja kam arritur, domethënë. Nuk dua në asnjë moment të viktimizohem në Instagram për asnjë lloj arsye, as për këtë arsye madhore që ka babi im. Kështu që ka gjëra patjetër gjithkohës që të peshojmë në një farë mënyre, po unë nuk e di a është e mirë apo e keqe, po nuk jam personi që atë barrën time t'ja hedh njerëzve të tjerë, të them shiko, mbaje ti për mua se unë tani nuk po përballoj dot. Ndonjëherë them ok, më mirë mbyllem në atë veten time, analizoj me veten time, se sa të rëndoj E dikë tjetër me kuptoj. një energji ndoshta jo shumë pozitive. E kuptoj dhe shumë e qartë, veç se jashtë Instagramit gjithmonë ndaje me dikë, mos e mbaj gjithmonë për vete, se fundja kjo Po, është po, jeta. patjetër, Kjo patjetër, është jeta. patjetër. Do duhet edhe të na suportojnë sikur se i suportojmë ne. Se kur je fëmia i Po, madh, mësohesh me idenë që vetëm jep, po ndonjëherë duhet vetë të pranojmë të po, marrim. e Kjo ka qenë një vërtetë. nga traumat që un kam shëruar te vetja, sepse jepja, asnjëherë nuk dija se si të Po, pranoja. po. Babi Fredi është një njeriu, një ndër njerëzit, një ndër baballarët më të famshëm të Instagramit E në Shqipëri. vërtet, e Mua më vërtet. pëlqen shumë energjia e tij sepse e tregon shpesh herë kur ktheheni te qyteti juaj që ushqen macet, kujdesej për Po, kafshat. po, Edhe po, sa përmenda babi Fredi të shkëlqyen syt, të ndezën dritat të syt. është e vërtet, Janë po. heronjtë tan apo jo? Janë heronjtë tan prindrit. Patjetër, Janë të patjetër. pazvendësueshëm. Kam bërë një sakrificë të pashlyeshme, mendoj unë. Para një viti kur unë lash punën, qëllimi nuk ishte që unë thjesht isha i lirë për veten time, për kohën time. Qëllimi ishte që unë të kisha kohë për prindit e mi, sepse më duket sikur koha po kalonte aq shpejt, dhe sa herë që unë kthehesha në Cerrik, te qyteti i lindjes, më duket sikur e shija më të plakur babin, ose kur shkoja te mamin në Itali për shembull, më duket sikur po kalonte koha aq shpejt dhe unë nuk po e kapja dot ritmin me punën që kisha, me angazhimet që kisha. Edhe thash për një sekond se domethënë kjo jetë nuk mund të jetë kështu, nuk mund të jetë kaq e vrullshme të më kaloj para syve dhe unë thjesht rrit ta shikoj duke më kaluar. Dhe prandaj bëra këtë hapin pas dhe ndoshta kjo ishte një nga arsyet më të forta që mora guximin, domethënë për të qenë një freelancer, punoj nga shtëpia, të kem kohë për të takuar familjen time, shoqërinë time, por që domethënë nuk shlyhet, nuk e di, nuk di ta them me fjalë, domethënë se sa shumë ata kanë bërë për ne. Por ja ke shpërblyer në mënyrën më të mirë të mundshme sepse në këtë shoqëri ë të pavetdijshme dhe në një jetë shumë kaotike, ti je një element Po, pozitiv. Ke hapur atë dritaren e vogël në Instagram që nxjerr vetëm rreze drite dhe përpiqesh gjithmonë të jesh ai elementi pozitiv në shoqërinë shqiptare dhe vetëm për këtë arsye prindrit e tu duhet të ndjen shumë krenar për ty. Shumë. dihen ma thonë, dhe unë e vlerësoj zakonisht shumë, domethënë kur ma thon ata, kur ma thon njerëz tjerë, e vlerësoj shumë që po ma thua ti. Jam shumë i lumtur, domethënë që kam marrë këtë lloj forme, sepse unë nuk e kam planifikuar kurrë që si do shkonte, domethënë nuk ka padur një strategji që shiko se kjo është strategjia ime që unë të kem sukses. Kjo gjëja ka ardhur natyrshëm sepse kështu është karakteri im, sepse kështu jam rritur, Kështu ka këtë qenë dua të thirrja. përçoj. Ke pasur ndoshta Po, thirrjen e brendshme ndër vite. ashtu ka qenë, ashtu ka qenë. Domethënë prandaj ta thash, unë kam studiuar dhe unë jam lodhur në një farë mënyre për të arritur për të bërë dikushi, por ja që unë me sa duket kam patur qëllimin që të jem ky që jam sot, avokado. Avokado. Unë e di Avokado. që nuk e dija që mbiemrin e kishe Mato, mendoja se e kishe Kado. Mata. Po po, ashtu ka qenë e kam ndarë edhe në Instagram një histori që tek një nga punët që un kam qenë, prisja të më kalonte rroga e parë, dhe financierja kishte shënuar kalimin e rrogës në këtë emër, domethënë Flavio Kado. Jo. Dhe un po pyesja, po unë shkoja pyesja kolegët, i thoja, më falni sa po juve ju ka kaluar rroga, se është rroga ime e parë, s'ka kaluar akoma. Edhe ata thonin, po na ka kaluar, shkoj te financa, pastaj i them, shikoj, thash ka ndonjë problem që nuk ka kaluar rroga, dhe vetëm kur më thotë që po unë e kam kaluar te ky emër, i kam kështu, i thash, shiko,
Dhe nuk e di do të thënë që kujton vjen shumë për të qeshur. Ma ngatron njerëzit, për shembull para ca ditësh merrnin në TikTok një pyetje, po ti e ke mbiemrin avokado? Po pra. Është, jo, shiko, është diçka e mirë kjo sepse ti ke goditur me këtë, se njerëzit të mbajnë mend Po, po, me po, atë ta simbolin mbaj mend. avokado, se ndryshe ka Po, shumë emra që po, kalojnë. e Okej, tani vërtet. ti i bën njerëzit të buzëqeshin me ato recetat, me ato tavolinat ryezat që shtron, me ato humorin kur fton edhe Po, babi Fredi në restorantin tënd, e ke parasysh ti me të gjitha ato restorantin, po. gjërat pozitive, por çfarë të bën ty të qeshësh? Çfarë të jep ty lumturi në këtë jetën e rrëmujshme? Nëse ndalon gjithçka, çfarë ta mbush ty Po. zemrën? Ë, e thash edhe më përpara, domethënë momentin që unë gjeta kohën dhe hapësirën për të ndetur me familjen time, me shoqërinë time, domethënë mendoj që të gjithëve kaq na duhet. Na duhen vetëm ca gjëra të vogla, nuk mendoj se ka nevojë për luks, për gjëra të tepruara, për gjëra thjesht për të rënë në sy. Na duhen thjesht ata njerëzit që kemi afër vetes, që na duan të mirën, na duhet ushqimi normalisht, se unë e kam pikë dobët. E kam pyetje në Një fund udhtim, ushqimin, e kam lënë për në fund ushqimin. një udhtim ndoshta për të hequr pak mendjen, duke qenë se unë kam mami larg, udhtimin e kam edhe për të çmallur, po edhe për të parë ndoshta vende të reja. Edhe mendoj që janë këto gjërat e vogla, nuk ka nevojë për gjëra të mëdha. Domethënë mua mjafton një jetë e qetë, që të përmbushem. Shumë e Nuk e bukur. di a u shpjegova, po ja kaq Shumë e domethënë. bukur. E kam parë që i do kafshët, i do macet, e kam Po, parë që ke po, ato dy po, tre lidhje shoqërore cilësore, lidhjet me familjen, po, udhëtimet që ti po. bën, ushqimi. Kjo është jeta në fund fundit. Kjo është jeta. Kjo është, E ç'a mund kemi dua më shumë. e kemi ngarkuar pa fund me gjëra të tepërta në dukje E për të vërtet. parë, për të kënaqur egon, po për te i egos, pak më thellë aty në zemër, zemra dhe shpirtin ta kënaqin këto gjërat e vogla. Fiks kjo është. Unë mundohem ta them gjithmonë. Domethënë mundohem gjithmonë të jap këto mesazhet, ndoshta që përsëriten, po mendoj që ka nevojë, domethënë që të ritheksohen, ndoshta edhe për njerëz të rinj që bashkohen në Patjetër. Instagram, në platformat tona, ka nevojë që të ritheksohen kaq mesazhe sa ne, domethënë janë esenciale për ne dhe ne mund t'japim. Kështu që domethënë këto janë. Nëse një ditë do zhduke Instagrami, rrjetet sociale, gjithçka, puna që ti bën, për Po. çfarë do doje ti që të mbahesh e mend? Si do doje ti që të mbahesh e mend? Të doja të mbahesha mend si ky djali që ë nuk e harron kur familje, sepse fatkeqësisht emigrimi mendoj që është një plagë shumë e madhe ë për ne shqiptarët. Unë e vuaj akoma, duke qenë se e thash, mami im është larg. Do doja të mbahesha mend për këtë personin që thjesht pavarësisht çdo vështirësie e ka gjetur kohën që një herë në 2 javë, një herë në muaj, një herë në 3 muaj, të shkoj tek babi që është në qytetin tjetër, të shkoj tek mami që është në një shtet komplet tjetër, pavarësisht se Italia nuk është larg, po gjithsesi nuk është kollaj që ne të shkojmë çdo fundjavë në Itali. Patjetër. Ë, vetëm për kaq do doja të mbahesha mend, për mesazhet pozitive, për ato recetat që i kam ndarë me zemër, domethënë për ndjekësit e mi, trashëguara nga gjyqja ime, trashëguara nga mami, nga babi, për ato gatimet që bëjmë me prindit e mi, sepse gatimi nuk është thjesht për të ushqyer, po mendoj që është edhe një mënyrë për të kaluar kohë me njerëzit tanë. Për shembull tani që ka te mamën në Milano këtë fundjavë isha, gatuam bashkë, kisha shumë kohë që më kishte marrë malli, domethënë për të ngrënë ushqimin e saj, për të gatuar bashkë, për ta parë në kuzhinë, siç e kam parë kur kemi qenë më të vegjël. Vetëm kaq, domethënë nuk do doja asgjë të madhe, asgjë të zbukuruar. Do doja thjesht, domethënë një gjë pa filtra, siç kam qenë unë gjithmonë. Kur shkoja te babi për shembull në Cerrik, atje është ajo shtëpia e vjetër le të themi, domethënë nuk është e rregulluar, e rekonstruktuar, po unë kam marrë guximin e përmenësh ta ndaj në Instagram edhe atë, sepse është mundësi kemi patur. Kështu që Sa shpirt të bukur ke ti o djalë, sa shpirt të bukur që ke. Dhe unë jam shumë e lumtur që e dëgjova intuitën dhe mora thirrjen që ti duhet të ishe këtu dhe duhet ta ndaje këtë shpirtin e bukur me njerëzit. Sepse ti nuk je vetëm ai djali që gatuan mirë, po ti ke një pasuri shpirtërore dhe unë e kam vënë që ditën e parë që më dole para në Instagram.
Faleminderit Unë shumë. nga zemra ty të uroj vetëm bekime në jetë, babit sa më shumë shëndet, edhe Ashtu, jetë gjatësi, ashtu. edhe mamit, se dhe ajo ka një buzëqeshje shumë diellore, shikoj në story kur e shpërndan, si familje qofshi të lumtur Faleminderit gjithmonë, shumë. por ti në veçanti uroj që ta gjesh gjithmonë atë rrugën e jetës në përputhje me thirrjen e brendshme. Asnjëherë mos hiq dorë Po. nga thirrja jote e brendshme. Tani pyetja e fundit është shumë Faleminderit shumë. interesante, po e dua shumë të sinqert. Cili Po, është patjetër. ushqimi yt i preferuar? Mua më pyesin shpesh, domethënë kuptohet që kjo është pyetje që mua më bëjnë më shpesh, po unë jam aq i dashuruar me ushqimin sa që nuk jam dhënë kurrë askujt një përgjigje dhe nuk t'jap dot as ty një përgjigje. Të gjitha, a? Kështu I do që të gjitha. kësaj jashtëzakonisht, domethënë shumë ushqime që unë i shijoj, ndonjëherë prej nostalgjisë, ndonjëherë prej kuriozitetit, më pëlqen të provoj të eksperimentoj me ushqime të reja. Domethënë nga çdo kulturë që mund të testoj ushqime, jam shumë i sigurt se diçka do më ngeli në mendje, sepse ka pafund shije, domethënë që ne në Shqipëri ndoshta nuk e kemi rastin ti shijojmë, po unë kur dal për shembull jashtë mundohem që të provoj gjëra të ndryshme që të kemi të hasura këtu në Shqipëri. Dhe sikur sa më shumë edhe zgjerohet ajo gama e ushqimeve që më pëlqejnë, që dua ti testoj, ti provoj. Kështu që nuk kam një gjë të preferuar, më mjafton që ai ushqimi të jetë i mirë, patjetër, nuk është se jam personi që shkoj pas ku diun në restoranteve luksoze, ushqimeve të shtrenjta. Ndonjëherë shkoj për kuriozitet, thjesht për të kuptuar që çfarë i bën kaq E shtrenjta. kuptoj. Nuk është se marr ndonjë përgjigje për këtë pjesën, po që jam domethënë një apasionuar tmerrsisht shumë pas ushqimit. Kuptohet nga Po, Instagrami. Flavio, po do vi ndonjë libër recetash apo ka ardhur dhe nuk e di unë? Po me thënë të drejtën e kam shumë qef, po nuk kam prapa ja, ajo pjesa e iniciativës, prap hyn. Bëje. Gjithmonë, domethënë. Unë e kam bër, E kam në listë për ta unë e bërë. kam bërë një libër recetash në bashkëshortin para shumë vitesh, mbaj mend sepse ne Po, humbëm shumë kilogram secili nga ne dhe kishim një qasje më shumë me produkte bimore, pavarësisht se tani e kemi po, miksuar pak, patjetër, por bëje është diçka shumë e bukur, të merr kohë. Po e bëre vetëm do jesh patjetër, mirë, se unë e patjetër. bashkëshorti mirë që nuk u vram në fakt, se e ke parasysh ku një mashkull në kuzhinë ta bën kuzhinën Po, lëmsh. po, normalisht. Kështu që un Jo, e uroj kam në që listë, e kam në listë. po, uroj ta sjellësh së shpejti edhe të jemi sërish këtu bashkë që ta Faleminderit. promovoj me shumë kënaqësi, do ishte Me kënaqësi shumë, e me shumë, madhe. shumë kënaqësi, me shumë kënaqësi. Tani një mesazh të fundit për ta mbyllur, ta ndihen zemrat thuash diçka edhe pse i the të gjitha? Uh, I thash pak a shumë gjitha, thjesht shpërndani pozitivitet, jeni të mirë me njerëzit përreth jush, mendoni që ai personi që ku diun ju shërben tek fura bukës, tek marketi, mund të ketë shumë probleme pas asaj buzëqeshjes ose pas atij shërbimit që ju jep, mundoni të jeni të mirë me të gjithë e meritojnë mirësinë. Kështu që vetëm kaq mund të them që mos ta, domethënë, komplikoj kot. Mendoj që kjo është e vetmja gjë që mund të them. Faleminderit, faleminderit që ishe këtu, që ndave Faleminderit jo ty. vetëm kohën tënde me ne, por ndave ndjenjat e pastra njerëzore pa filtra, sepse për këtë kemi shumë Faleminderit nevojë shumë. sot, njerëz të vërtet. Të uroj shumë suksese në vazhdim dhe për të Gjithashtu dhe unë ty gjithë shumë dhe shumë për të kënaqësi. gjithë që na ndjekin, ku mund të të gjejnë në Instagram, në TikTok. Kudo ka qenë një dila njerëzve kudo dhe më thoshin kemi frikë se po të hapin frigoriferin do na dalësh edhe aty, domethënë aq shumë i dilja. Po kjo është gjë Kështu e që në mirë. çdo rrjet social. Gjë e mirë po. Në rregull, atëherë Flavion e gjenin të gjitha Faleminderit shumë. platformat sociale, edhe pse do shpërndaj dhe unë video të shkurtra në fakt në vazhdim në TikTok, në Me Instagram shumë dhe kënaqësi, normalisht që me shumë kënaqësi. do të gjejnë edhe aty. Për të gjithë që na ndjekin, faleminderit që ishit sot këtu me ne në këtë bisedë kaq të ndjerë me Flavion, me një djalë që në pamje të parë duket djalë i zakonshëm, por me një pasuri shpirtërore që pavarësisht bllokimeve të veta ka guxuar. Dhe ky është mesazhi që unë dua Po, të jap sot në këtë episod të këtij podcasti. po. Të guxojmë, sepse bllokime dhe pasiguri kemi të gjithë, por mënyra se si ne jemi rritur, çfarë ne kemi kaluar në jetë, nuk do të thotë që të na kushtozoj të ardhmen. Të ardhmen ne krijojmë si të na ndjej zemra. Shumë dashuri për të gjithë, sa më shumë pozitivitet dhe dashuri Shumë në fytyra përqafime dhe për në të zemrat gjithë. tuaja dhe do të dëgjojmë në episodin e ardhshëm. Edhe subscribe mos Faleminderit harroni se është shumë. shumë e rëndësishme.